Where we met with representatives from the Office of the EU Special Representative, UNIC, KFOR, and the OSCE mission in Kosovo, as well as leaders and representatives of the main political parties here in Kosovo. Further meetings were also with the chairperson of the Central Election Commission, electoral complaints and peace panels, as well as representatives of the diplomatic community here in Kosovo, NGO, and the media, before, of course, observing the ballot on 7th of June yesterday. Without further ado, I would like to give the floor to the head of the delegation, Mr. Bulay. Thank you so much, and thank you all for attending this press conference. I would like to thank the authorities for inviting the Parliamentary Assembly to observe these elections. My name is Julian Bulay. I'm a member of the Romanian Parliament. I'm a member of the Foreign Affairs Committee, and I'm also the chair of the Liberal ALDE group within the Parliamentary Assembly of Council of Europe. I have the honor to chair the delegation of observers of the Parliamentary Assembly, which was the only international organization assessing election day. Our delegation included 7 parliamentarians from 3 different political groups and from 7 Council of Europe member states, along with staff. On election day, PACE teams were deployed in Pristina and in surroundings, as well as in the regions of Jakova, Gjilan, Gračanica, Mitrovica, Peje, and Prizren. It is the 3rd time that our assembly is observing the elections to the Assembly of Kosovo since February 2025, engaging with authorities, assessing the electoral environment, the conduct of the elections, and also the last phases of the electoral process. Our assembly discussed end of April the observation of the elections in December 2025 as a matter of a post-electoral mission. Now, concerning our findings, after 2 days of briefings with the main stakeholders involved in these elections and our observations in the field, for the first time in 16 months, voters in Kosovo were called, for the 3rd time in 16 months, not the first time, for the 3rd time in 16 months, voters in Kosovo were called to the polls following the inability of political parties to reach an agreement and elect a president, which resulted in the dissolution of the assembly. Our delegation welcomes the orderly and smooth conduct of Kosovo's early election on 7 June 2026, which took place without major incidents. These elections took place against a backdrop of voter frustration and fatigue. The traditional campaign was subdued, characterized by a lack of substantial debates. A shift towards digital campaigning was observed. Zhvendosje drejt fushatës digjitale. Në këtë kontekst, ne përgëzojmë të gjithë qytetarët e Kosovës për përkushtimin e tyre ndaj demokracisë dhe për pjesëmarrjen e tyre në këto zgjedhje. Në një vend me histori të pjesëmarrjes së lartë në votime, rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes së votuesve, megjithatë duhet të shërbejë si një sinjal alarmi. Në numrin e kufizuar të vendvotimeve që vëzhguam, delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë dhe rregullt, ndërsa vendvotimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumicë dhe jo shumicë. Megjithatë, vështirësi gjysore të shkaktuara nga përfaqësimi i pamjaftueshëm i komunitetit që përbën shumicën e disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet. Po ashtu, përfshirja e shumëgjuhësisë mund të përmirësohet më tej. Delegacioni vuri re gjithashtu përmirësime në rregullimin e asistencës për votuesit me nevoja të veçanta, ndërsa qasja fizike në vend votime mbetet problem. Pavarësisht afateve të ngushta, zgjedhjet ishin teknikisht e organizuara mirë dhe gjithësisht gjithëpërfshirëse. Komisioni qendror i zgjedhjeve meriton vlerësim për certifikimin gjithëpërfshirës të listave të partive dhe kandidatëve, përfshirë ato të paraqitura nga Partia Kryesore Serbe e Kosovës, lista serbe. Ulja e numrit të ankesave të regjistruara nga KQZ-ja dhe PZAP-i
sinjalizon përparim. Megjithatë, ndryshimet e minutës së fundit në rregullat e KQZ-s e komplikuan regjistrimin e vëzhguesve nga shoqëria civile. Delegacioni mori parasysh disa masa që synonin të parandalonin manipulimet e mundshme në numrimin e votave preferenciale, një problem i rëndësishëm në zgjedhjet e kaluara. Prania e vëzhguesve vendor në qendrat komunale të numrimit do të jetë kyçe dhe roli i tyre është thelbësor për ruajtjen e transparencës dhe integritetit zgjedhor. Një numër rekord votuesish nga diaspora u regjistruan për këto zgjedhje. Megjithatë, vendimi i vonshëm i KQZ-s për të lejuar votimin me dokumente identifikime të skaduara si dhe anulimi nga PZAP vetëm pak ditë para zgjedhjeve shkaktoi konfuzion, duke bërë që KQZ-ja të përdorte verifikime shtesë të fletë votimeve postare pas pranimit të tyre në Prishtinë. Delegacioni dëgjoi nga disa bashkëbiseduese fushata shkurtër dhe ditore u shoqërua me pretendime për keqpërdorim të burimeve administrative nga qeveria në detyrë, përfshirë shpërndarjen e synuar të ndihmave sociale dhe njoftimin për subvencione të linjave ajrore për diasporën. Koha e këtyre masave u perceptua gjerësisht si e synuar për të favorizuar partinë pushtet. Peizazhi mediatik në Kosovë është i larmishëm. Megjithatë, delegacioni mori raportime për video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, dezinformim dhe paraqitje në llogarive të rreme që mund të ndikojnë në vendimarrjen e informuar të votuesve. Ekzistojnë shqetësime për kapacitetin e kufizuar të vendit për të përballur me këto kërcënime dhe për mungesën e përgjigjeve adekuate institucionale për largimin e përmbajtjeve të dëmshme. Për më tepër, ndërhyrja nga Serbia u raportua se synonte ndikimin e votës së serbëve të Kosovës në favor të një partie caktuar. Veçanërisht shqetësues ishte fakti se dezinformimi dhe abuzimi online shpesh kishin në shënjestër grad politikane, duke minuar aftësinë e tyre për të bërë fushat dhe për të marrë pjesë në jetën publike. Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrijnë kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit. Votuesit e Kosovës kanë folur qartë, ata tani presin që përfaqësuesit e tyre të zgjedhur të tregojnë udhëheqje vendimtare, të kërkojnë kompromise konstruktive dhe ta çojnë vendin përpara në rrugën e tij euroatlantike, duke i dhënë fund të gjitha lojrave cinike politike. Demokracia kërkon kompromis dhe ndërtim koalicionesh, jo fitore me logjikën fituesi me gjithçka. Këto janë gjetjet paraprake të delegacionit tonë. Sot nuk është fundi i procesit. Ne do të vazhdojmë të ndjekim numrimin e votave preferenciale dhe atyre me kusht, certifikimin e rezultateve dhe zhvillimet pas zgjedhore. Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës me ndihmën e zyrës sonë në Prishtinë mbetet e gatshme të ndihmojë Kosovën në përmirësimin e mëtejshëm të kornizës zgjedhore dhe në forcimin e kapaciteteve të akterëve zgjedhor. Deri më tani të gjithë mërmendja keni pranuar deklaratën zyrtare të delegacionit tonë. Pra përveç asaj që thash deri më tani duhet të thras edhe një herë dhe t'ju përkujtoj se ne jemi këtu sepse vendi juaj Kosova dëshiron me qenë anëtare e Këshillit të Evropës, organizata të cilën unë e përfaqësoj sot parlament. Pra Kuvendi Parlamentar i Këshillit të Evropës ka lëshu opinionin pozitiv i cili do të gjykohet, do të analizohet tutje nga Këshilli në mënyrë që ta kem parasysh për antarësimin e Kosovës. Roli ynë këtu është funksioni institucioneve në vendin tuaj, institucione që punojnë shumë mirë sa i përket punës zgjedhore që duhet të bëhet para zgjedhjeve dhe gjatë ditës së zgjedhjeve. Dhe një herë dua ti uroj kosovarët, i përgëzoj për
dedikimin e tyre për demokracinë dhe për vullnetin për me i dhënë kredi atyre të cilët dëshirojnë pra të udhëheqin listat në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Është mbreslëndse se si kjo pjesëmarrje entuziaste në procese demokratike për kundërlodhje së popullit prap që t'i japim pra besimin e tyre politikanëve të cilët duhet të vazhdojnë tutje me kompromis dhe me rezultate të cilat do të duhej të përfundonin me zgjedhjen e presidentit të shtetit dhe qeverisë. Edhe një herë ju i thrasim politikanët që me seriozitet ta marrin përsipër këtë përgjegjësi dhe besim që është dhënë prej popullit të Kosovës dhe të fillojnë dialogun i cili është i orientuar drejt zgjedhjeve konkrete dhe të mos shkaktojnë mallodhje dhe dëshpërim të popullit të Kosovës, të cilin po e përjetojnë tani për shkak të zgjedhjeve të treta parlamentare brenda 16 muajve. Tani jemi të hapur të përgjigjemi në pyetje në rast se keni të tilla. Definitivisht kemi hapësirë edhe për parashtrimin e pyetjeve, kështu që po ju inkurajoj që të bëni pyetje. Zoti Bullaj megjithatë bëri një deklaratë të detajuar të vëzhgimit të zgjedhjeve. Megjithatë, nëse keni pyetje, ndihuni të lirë t'i parashtroni ato. You said in minority areas that it was difficult for... A kishte pjesë të komuniteteve minoritare që kishin problem me përfaqësimin e minoriteteve. Ku mund të ankohen tani komunitetet jo shumicë për raste të tilla? A shkojnë drejt te komisioni apo si funksionon kjo? Dhe a gjeni faktin se këto institucione pra që me kushtetut ish dash të funksionojnë, mungesën e tyre a gjeni si problem? Do të ishte shumë vështirë tani për mua që të komentoj për deklarimin e mungesës asistencës për minoritete, pasi që situata nuk është tërësisht bardhëzi në këtë vend, ka institucione të cilat merren me të drejtat e minoriteteve. Kjo ishte çështje zgjedhore, nuk ndërlidheshim me funksionin e institucioneve tjera. Vetëm duhet i thras ata që janë të përfshirë në situata të tilla që të adresojnë institucione zgjedhore të cilat to deal with this issue and to improve the proceedings beforehand. Even within our meetings we have warned about this possibility. Kemi thonë bashkëbiseduesve tonë që të jenë më gjithë përfshirës saj përket përfaqësimit etnik dhe shumëgjysmësisë dhe shpresojmë se kjo do të përmirësohet në të ardhmen. Mirë, po vetëm dua të ndërlidhem me faktin se këto janë çështje zgjedhore dhe duhet të trajtohen nga institucionet të cilat merren me çështje zgjedhore. Unë nuk isha marrë tani me arkitekturën e shtetit të Kosovës sa i përket kësaj teme. Faleminderit. Po shoh se s'ka pyetje tjera, atëherë vërejtja ime fundit do të ishte se mezi presim që të kthehemi prapë tek ju pas 4 viteve, jo pas 3 muajve, apo pas 6 muajve, pasi që besimi nga populli i Kosovës është dhënë politikanëve dhe ajo tani duhet të transformohet në bashkëbisedim, në negociata drejt rrimit të qeverisë dhe emërimit të presidentit të Kosovës. Ju dëshiroj çdo të mirë në proceset tuaja demokratike dhe mezi presim që të kthehemi prapë pas 4 viteve, nëse prapë ne do të lëshojmë raportin ton dhe gjithashtu do të ketë në sesionin e tetorit raport i cili do t'i paraqitet pra asamblesë në Strasburg. Faleminderit zoti Bullaj, faleminderit të gjithëve.